Basha, Ministri i Tregtisë dhe Industrisë dhe Integrimeve Evropiane tani. Tregtisë, Industrisë dhe Integrimeve Evropiane, kështu ishte paralelament Mimoza Kusari. Po. Kjo është një fuzion. Jo këtë kot. Nuk hiç nuk shkon. Kur gjo me kur gjo. Kjo pak e çuditshme. Po kur gjo shkon me kur gjo këtu, hiç. Ministri i Tregtisë dhe Industrisë dhe Integrimeve Evropiane. Jo, mendoj që pavarësisht që prek. Mos e ka thonë në shpejtësi këtë? Jo, e konsideroj që prek shumë sepse një fushë që është zakonisht e rëndësishme tek integrimet dhe ky proces është pa diskutim edhe tregtia sepse synohet që deportohet, po megjithatë nuk e mendoj që ka një lidhje shumë të ngushtë mes digastireve dhe shumë më mirë do të qëndronte integrimet evropian vetëm ose tek Ministria e Punëve të Jashtme. Ato që do ta shohin gotën gjysmë blet do thoshin mësaja është tregti. Qësoj ministria kështu edhe domon tregti, industri, qëshke, integrime evropiane edhe bashkim kombëtar. Hajde, që të bëhet nomi. Ja këtojmë dhe Halil, baje si propozim, Halil, kur të vini ju. Unë shkruaj libra, Fatime, nuk kam ambicje politike. Kur janë këta janë tani. Unë nuk thash. Jo, Halil, në kuadër të... Unë